Për rreth 8 orë, qarkullimi në rrugët e Lezhës ka qenë sfidë për mijëra pushues e drejtues mjetesh që zgjodhen Shëngjinin për pushime në fundjavë. Është ora 23:45 e së dielës. Pamjet që shikoni pas meje tregojnë trafikun e rënduar edhe në këtë orar. Trafik I cili nisi si I tillë që në orën 16. Mijëra pushues kryesisht të Kosovës mbeten të bllokuar për orë të tëra për shkak të mbiçarkullimit rrugor dhe mungesës së infrastrukturës së duhur rrugore për të përballuar një fluks kaq të lartë. Rruga e re Shëngjin-Velipoj, era në së Hedhun dhe dalja në Lezhë ishte më problematike, ndërsa trafiku shtrihej nga Lezhë në Laçë dhe nga Lezhë në Mirdit, aty ku rruga e Kombit bëhet me 4 kërsi. Policia e Lezhës devijoi qarkullimin edhe në akset dytësore, të cilat jo në pak raste u bllokuan, ndërsa fatmirësisht nuk pati incidente rrugore. Një kaos me përmasa të tilla me qarkullim nuk ishte parë ndonjëherë edhe pse jemi vetëm në fillim të sezonit, ndërsa rruga Milot Ballldren, që ende nuk është ndërtuar, shihet nga specialistët si e vetmja mundësi për të shmangur radhët kilometrike.